përshëndesim gjithëve, mirë se vini në News Hour. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. 4 policë në Kapshticë janë arrestuar. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dyshon se ata janë të përfshirë në trafikimin e drogës në drejtim të Greqisë. Sipas AMP-s, policët shmangën kontrollin e mjetit ku ndodhej lënda narkotike. Të shtunën ra në pranga drejtuesi i mjetit pasi tentoi të kalonte 6 kg heroin, të ndara në pako në formë çokolade. 4 punonjës policie kanë rënë në pranga një ditë pas aksionit të policisë dhe agjencisë mbikëqyrjes policore në Kapshticë, ku në një automjet u gjetën rreth 6 kg drogë llojit heroin, e cila destinacion dyshohet se kishte shtetin Helen. Në pranga ranë Valmir Balliu, banues në Vërdov të Pogradecit. Ky dyshohet se ka qenë drejtuesi i mjetit ku u gjet lënda narkotike. Efektivët vunë në pranga nën komisar Ylli Dushkun, me detyrë përgjegjës turni, inspektor Franz Bylyku, specialist kontrollor, inspektor Lirim Hymetllari, trup shërbimi, Denion Myteberi po ashtu trup shërbimi, por ishte kontrollor në vijën e 2 të pikës kufitare në Kapshticë. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore thotë se efektivët shpërdoruan detyrën dhe shmangën kontrollin e mjetit për të mos evidentuar lëndën narkotike. Sipas policisë, droga ishte fshehur në një vend të posaçëm në makinë, ku ishte përshtatur për mbajtjen e lëndës narkotike. 6 kg heroin u gjetën të ndarë në pako në forma çokolade. Policia sekuestroi gjithashtu dhe 256 fishek edhe mjetin. Pjesë operacionit të zhvilluar në Kapshticë ishte dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për shkak të dyshimeve se kishte edhe punonjës policie të përfshirë në këtë ngjarje. Një konflikt mes komshinëve ka lënë plagosur me armëzjarri 31 vjeçarin Sandrino Baci. Në kërkim më shpallur autori Corrado Teodori, plagosuri ka marrë një plumë në këmbë, është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Konflikti dyshohet se ka ndodhur pasi 31 vjeçari ka ngacmuar bashkëshorten e autorit. Arma e krimit ende nuk është gjetur, ndërsa pritet deklarata e plagosurit nga spitali për zbardhjen e ngjarjes. Të shtëna me armëzjarri janë regjistruar mëngjesin e së dielës në zonën e Alliasit në kryeqytet. Një 31 vjeçar mbeti i plagosur me 2 plumba në këmbë pas një konflikti me komshiun e tij. Corrado Teodori, 38 vjeç, është shpallur në kërkim policor pasi dyshohet se është autori i plagosjes së 31 vjeçarit Sandrino Baci. ABC News ka mësuar se shkak paraprakisht i këtij konflikti mes dy të rinjve është bërë pretendimi i Corrado Teodorit se Sandrino Baci ka ngacmuar bashkëshorten. Të njëjtat burime pranë grupit e hetimit që është ngritur për zbardhjen e kësaj ngjarje thonë se bashkëshortja e autorit e mohon dhe është shprehur paraprakisht se nuk është në dijeni të arsyetimit të bashkëshortit të saj. 31 vjeçari Baci kishte pak kohë që ishte kthyer nga Italia, ndërkohë që Teodori rreth orës 7 të së dielës e ka pritur për disa minuta përpara banesës dhe mëtej mes të dyve ka nisur një bisedë me tone të ashpra e cila agravoi deri në përdorimin e armës së zjarrit. Arma e llojit pistolet ende nuk është gjetur, teksa policia pret konfirmimin e mjekëve për t'i marrë një deklaratë të plagosurit. Paralelisht, kamerat në zonë janë verifikuar dhe po zbarret itinerari që autori i dyshuar i ngjarjes ka ndjekur pasi u largua nga vendi, pak sekonda pasi plagosi me pistolet 31 vjeçarin. Një 14 vjeçar ka ndëruar jetë me ditën e sotme në spital pasi nuk ka mundur dot të mbijetoj plagëve të marra në trup. Sipas informacioneve nga Blut e Tiranës, 14 vjeçari një ditë më parë dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga taraca e një pallati në zonën e Zberishtit. Në pallatin ku është regjistruar ngjarja dyshohet se banonte tezja e 14 vjeçarit. Policia thotë se vionë ndërtimet dhe punën për zbardhjen e plot rrethanave të ngjarjes, ndërsa paraprakisht dyshohet se i mituri është rrëzuar aksidentalisht. Diplomatët shqiptar do t'i nënshtrohen matjes së njohurive. Një projekt ligj për shërbimin e jashtëm të Shqipërisë parashikon që brenda një viti të gjithë diplomatët pas një përjashtim do të futen në provim për të testuar aftësitë e tyre. Sipas projekt ligjit synohet forcimi i kritereve profesionale për rekrutimin e diplomatëve të karrierës mbështetur në nivelet akademike, ndërsa formimi i diplomatëve të rinj do të realizohet nga Akademia Diplomatike. Të gjithë diplomatët do t'i nënshtrohen provimit për të matur njohuritë e tyre. Një projekt ligj për shërbimin e jashtëm i depozituar në Kuvend parashikon që jo vetëm diplomatët e rinj, por dhe ato që kanë shërbyer për një kohë të gjatë në ambasadat e Shqipërisë anë kënd botës do të testohen, pavarësisht karrierës apo gradave që kanë marrë ndër vite. Brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të gjithë diplomatët në shërbim duhet i nënshtrohen një testimi të detyrueshëm për të verifikuar aftësitë e tyre. Procedurat dhe kriteret e testimit do të përcaktohen me akt nënligjor.
Projekt ligji i propozuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme parashikon të forcojë kriteret profesionale për rekrutimin e diplomatëve të karrierës, mbështetur në nivelet akademike, por risi është dhe ngritja e një akademie diplomatike, e cila do të shërbejë për të trajnuar diplomatët e rinj. Akademia diplomatike si institucion varësie do të jetë jo vetëm në shërbim të rritjes profesionale të diplomatëve, por edhe si një strukturë që në bashkëpunim me strukturat ngjashme homologe do të ofrojë kurse dhe trajnime në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ky projekt ligj vjen si nevojë për të përmirësuar ligjin aktual i hartuar 25 vite më parë, zgjeron hapësirat e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional në fushën e marrëdhënieve me jashtë, si dhe siguron pastërtinë e figurës së personelit të jashtëm. 10 Amerikanë janë helmuar nga salmonela, nga tregu janë tërhequr më shumë se 1.7 milion vezë, në spital janë 11 persona, ndërsa ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve këshilloi kudo që ka bler vezë, t'i hedhë ato ose t'ia kthejë atij që i ka bler. Rreth 1.7 milion vezë janë tërhequr nga tregu në Shtetet e Bashkuara, pasi dyshohet se ishin të kontaminuara me salmonel. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve dhe Administrata Amerikane e Ushqimit dhe e Barnave po hetojnë për hapjen e salmonelës në shumë shtete. Deri më tani, janë sëmurur 79 persona në New Jersey, Kentucky, Nebraska, Nevada, Arizona, shtetin e Washingtonit dhe Kaliforni. Të paktën 21 persona janë shtruar në spital dhe nuk janë raportuar vdekje. Vezët u shpërndan nga kompania vezëve August nga 3 shkurti deri më 15 maj, tek shitësit me pakisë në 9 shtete. Salmonela është një lloj bakteri që mund të sëmurë njerëzit nëse konsumojnë ushqim dhe ujë të kontaminuar ose prekin kafshët, lëndën e tyre fekale ose zonat ku jetojnë. Simptomat përfshin diare, ethe dhe dhimbje stomaku dhe mund të fillojnë 6 orë deri në 6 ditë pas konsumimit të baktereve. Fëmijët nën 5 vjeç, të moshuarit dhe njerëzit me sistem imunitar të dobësuar mund të sëmuren rënd si pasojë e infektimit me salmonel. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve këshilloi kudo që ka vezë të tërhequra nga tregu në shtëpinë e tij, t'i hedhë ato ose t'ia kthejë shitësit me pakicë ku i ka bler. Bizneset me vezë të tërhequra nga tregu nuk duhet t'i shesin ose shërbejnë dhe duhet të dezinfektojnë çdo send ose sipërfaqe që ka rënë në kontakt me vezët. Donald Trump ka urdhëruar nxjerrjen e 12 trupave të ushtrisë në rrugët e Los Angeles. 10 persona u arrestuan pasi protestuesit u përplasën me policinë. Forcat e rendit përdorën gaz lotësiellës si përgjigje ndaj protestave kundër largimit të emigrantëve të paligjshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nxjerrë në rrugë gardën kombëtare për të shpërndar protestat që përkrahin emigrantët. Trump nënshkroi një memorandum presidencial që nxorri 2000 ushtarë të gardës kombëtare në Los Angeles në përgjigje të trazirave të ditëve të fundit, gjatë të cilave protestuesit janë përplasur me autoritetet e emigracionit. Autoritetet e demonstruesit janë përleshur për 2 ditë në zonën e Los Angeles. Trazirat filluan të premten, pasi 10 njerëz u ndaluan nga agentët federal të emigracionit në vende të ndryshme. Arrestimet vinë në mes të masave të ashpra të Trump ndaj emigrantëve të paligjshëm, të cilët janë përballur me një val bastisjesh dhe deportimesh në të gjithë vendin. Forcat e rendit përdorën gaz lotësiellës për të shpërndar turmat në qendër të Los Angeles dhe qytetin Paramount gjatë 2 ditëve dhe autoritetet i raportuan arrestime të shumta. Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt tha se këto operacione janë thelbësore për të ndaluar dhe përmbysur pushtimin nga kriminalet e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se nxjerrja e trupave në rrugë nxit qëllimisht trazirat dhe paralajmëroi se kjo vetëm do të përshkallëzojë tensionet. Pamjet e transmetuara tregojnë oficerët e Departamentit të Policisë në Los Angeles të rreshtuar në rrugë me shkopin gome dhe gaz lotësiellës, ndërsa përballen me turmat e protestuesve. Italianët do t'i drejtohen kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre mbi 5 referendume. 4 prej tyre kanë të bëjnë me legjislacionin e punës, ndërsa i 5 lidhet me kohën e nevojshme që qytetarët nga vende jo anëtare të Bashkimit Evropian që punojnë në Itali të jenë në gjendje të aplikojnë për shtetësinë. Duke filluar nga dita e diel deri të hënën në orën 15:00 me kohën lokale, italianët i drejtojnë qendrave të votimit për të shprehur vullnetin e tyre mbi 5 referendum. 4 referendume kanë të bëjnë me legjislacionin e punës, ndërsa i 5 lidhet me kohën e nevojshme
që qytetarët nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian që punojnë në Itali të jenë në gjendje të aplikojnë për shtetësi. Në këtë të fundit, qytetarët do duhet të vendosin nëse koha minimale e kërkuar për emigrantët që punojnë në vend për të aplikuar për shtetësi italiane mund të reduktohet nga 10 në 5 vjet. Referendumi i parë ka të bëjë me shfuqizimin e ligjit, i cili në rast të pushimit nga puna të një punonjësi pa arsye të vlefshme, i lejon punëdhënësit të mos e ripunsojë atë dhe t'i jap vetëm kompensim financiar. Referendumi i dytë propozon heqjen e ligjit që përcakton se në bizneset me më pak se 15 punonjës, në rast të pushimit nga puna pa shkak të drejtë, kompensimi nuk mund të kalojë 6 paga. Referendumi i tretë kërkon që përgjegjësitë dhe roli i punonjësve me kontrata me afat të caktuar që nuk kalojnë 12 muaj të detajohen, ndërsa referendumi i katërt i referohet përgjegjësisë së drejtë për drejtë të kompanive që ua japin punën palëve të treta në rast aksidentesh në punë. Në shumicën qeverisëse, si Fratelli d'Italia, ashtu edhe Lega dhe Forza Italia, kanë dalë në favor të abstenimit. Kryeministra italiane Giorgia Meloni njoftoi se do të shkojë në qendrën e saj të votimit në Rom, por nuk do të marrë fletit e votimit dhe as nuk do të votojë. Sipas shumë analistëve, është jashtëzakonisht e vështirë që pjesëmarrja të kalojë 50% plus 1 të qytetarëve me të drejtë vote. Kjo është përqindja minimale që kërkohet që rezultati i çdo referendumi të konsiderohet i vlefshëm. Pavarësisht barazimit pa gola kundër Serbisë, Shqipëria kishte fituesit e saj të mëdhenj. Bëhet fjalë për tifozët që para dhe pas ndeshjes krijuan një atmosferë magjike në stadium dhe në sheshet e kryeqytetit. Në sheshe, rrugë dhe stadium, para dhe pas ndeshjes, tifozët e Shqipërisë ishin fituesit e vërtet në sfidën kundër Serbisë. Me djetra mira për tyre u derdhën në rrugë disa orë përpara ndeshjes së rëndësishme dhe sigurisht shumë të ndjerë, duke kthyer kryeqytetin në një shesh të madh feste. Atmosfera u ndez me afrimin e sfidës ku ngjyrat kuqezi, muzika dhe borit e makinave kthyen atë në elektrizuese. Nuk ishte ndryshe në tribuna me pak më shumë se 20.000 tifozët që kishin fatin të ndodheshin në Air Albania. Sigurisht të gjithë prisnin fitoren, por edhe barazimi nuk e zbeu as pak krenarin për një paraqitje më shumë se dinjitozët kombëtares në fushën e lojës. Për këtë atmosfera festive vijoi edhe disa orë pas mbylljes së sfidës. Policia e Tiranës ka arrestuar 2 persona pasi akuzohen për hedhje të sendeve të forta në fushë gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë në stadiumin Arena Kombëtare mbrëmjen e 7 qershorit. Përmes një njoftimi, Blut informojnë se i arrestuar është dhe një punonjës sigurie, pasi dyshohet se u mori para 2 tifozëve nga Kosova për të mos u bërë kontrollin fizik. 10 shtetas të tjerë janë proceduar penalisht dhe po jetohen në gjendje të lirë nga policia, pasi akuzohen për prishje të rendit dhe qetësisë dhe hedhje të sendeve të forta në fushë gjatë lojës. Jemi sërish së bashku, ndalemi tani me të tjera zhvillime. Korça çel sezonin turistik me edicionin e 18 festivalit ndërkombëtar të karnavaleve. Me një paradë plot me ngjyra dhe shumë aktivitete, qyteti Jug Lindor festoi deri në mesnatë, rrugët e Korçës u pushtuan nga muzika, nga ritmet dhe nga kostumet e larmishme. Më shumë se 400 pjesëmarrës performuan të veshur si personazhe të mitologjisë, historisë dhe me ndërthurjen e fenomeneve aktuale. Karnavalet kthyen çdo rrugë dhe shesh të Korçës në skenën nga ku shpërthyen ngjyrat, ritmet dhe fabulat, të cilat shpërfaqen traditat shekullore. 22 grupe artistike, vendase dhe 6 grupe nga Greqia, Malizi, Bullgaria dhe Polonia u bën pjesë e tyre. Paradës ju bashkuan banorë të qytetit dhe vizitorë të fundjavës. Nga personazhet e mitologjisë, heronjtë e historisë, simbole teatrale dhe deri tek fabula stigmatizuese të fenomeneve aktuale, çdo hap i paradës ishte një histori plot mbresa dhe emocione. Si gjithmonë karnavalet e Korçës sjellin gëzim
alegri, sigurisht edhe tematika, por shumë kostume, shumë maska, shumë performanca. Kemi shumë grupe të huaja si vjetë, kemi shumë grupe korçare, kemi shumë të rinj që duan të vishen edhe shumë të tjerë qytetarë. Si që shikoni, nëse i numërojmë, ne me listë kemi veshur 400 persona, pra 400 kostume. Artistët nga Bullgaria dhe Greqia solën në festival Fabula interesante nga tradita e vendeve të tyre. Ne vim nga Bullgaria. Ky është grupi ynë që përfaqëson një dasmë tradicionale. Me veshjet tona ne trembim shpirtrat e qinj dhe bëjmë që të dukemi të frikshëm, që t'i largojmë ata. Është hera jonë e parë këtu. Është me të vërtetë shumë bukur. Ne vim nga Greqia dhe jemi ëngjëj të parajsës. Jemi shumë të lumtura që po përfaqësojmë shtetin ton. Është hera e parë këtu. Është e mrekullueshme. Njerëzit këtu janë shumë të sjellshëm, na pëlqen shumë qyteti. Faleminderit shumë që na mirëpritët. Më mirë të heqim kundra gazet edhe të mbajmë dashurinë që janë arushat e bukur. Është mesazhi kundra këtyre gjërave që po ndodhin sot në botë. Vi të vendosa të zgjedh dhe të krijoj jo vetëm një veshje, por 5, të vesh të gjithë kolegët e mi me të gjitha emocionet, dëshirat dhe pasionet e mia, t'i hedh në veshje karnavalesh. Edhe meqense 2 vjet më përpara bëra krahët e Shqiponjës, vendosa që këtë vit të jap pak dritë, të jap pak lule, pranverë, edhe lumturi. Atmosfera e veçantë zgjati deri në mesnatë. Festivali i karnavaleve u mbyll me karnaval party në pazarin e vjetër. Edicioni 21 i garës motorike Rally Albania nis nga Shkodra, një nga ngjarjet më të njohura në Ballkan, do të përshkrojë terrenet vështira dhe piktoreske të Shqipërisë. Nga Shkodra ka nisur edicioni 21 i Rally Albania, ngjarja më e madhe e garave motorike në vend dhe një nga më të njohurat në Ballkan. Për 7 ditë me radhë, pilot nga vendet të ndryshme të botës do të përshkojnë terrenet më të vështira dhe panoramat më të bukura që ofron Shqipëria në një sfidë që bashkon adrenalinën me aventurën. Me 10 automjete dhe motor të specializuar për gara në terrene të thyer, Rally Albania këtë vit ka zgjedhur pikërisht Shkodrën si piknisje simbolike të këtij udhëtimi sfidues, duke promovuar jo vetëm sportin ekstrem, por edhe turizmin në Shkodër. Gjatë turizmit të aventurës kësaj herë, pamjet tona mahnitëse të natyrës, kulinarin tonë të përzgjedhur, me dëshiren që të jeni edhe ju promotor të turizmit tonë. Kudo që të shkoni, do të kujtoni se çfarë keni parë në Shqipëri. Pjesëmarrësit do të kalojnë nëpër qytete, male dhe zona të thella të vendit, përpara se të mbyllin garën në Tiranë. Organizatorët theksojnë se ky edicion do të ketë më shumë etapa, më shumë kilometra dhe një rritje të konsiderueshme të pjesëmarrësve nga jashtë. Një urim të veçantë edhe suksese kam për gocat garuese që këtë herë janë 3. Shpresoj që nga viti në vit të shtohen. Edhe me gjitha të duat them që janë me motor, që kjo është akoma më aventurë dhe më e fortë. Rally Albania nuk është vetëm një garë, por një aktivitet që gjallëron jetën ekonomike dhe turistike të zonave ku ai kalon, duke promovuar Shqipërinë si destinacion për sportet motorike dhe aventurat ekstreme. Plazhet në Rivierën Shqiptare po bëjnë gjithnjë më të populluara, por nëse shkoni më në brendësi të këtij vendi do të zbuloni fshatra të qetë, lumenjtë e egër dhe aventura të pazakonta. E përditshmja britanike The Times i ka kushtuar vëmendje të veçantë edhe Gjirokastrës, qytetin e gurt e krahason me Mostarin në Bosnjë-Hercegovinë. The Times fton britanikët kalojnë pushime autentike në Shqipëri. Shqipëria është kthyer në një destinacion të preferuar për turistët e huaj. E përditshmja britanike The Times i ka kushtuar një artikull plazheve të Rivierës Shqiptare, të cilat siç thot ajo po bëhen gjithnjë më të populluara, ndërsa pushuesit mund të zbulojnë fshatra të qetë, por edhe lumenjtë të egër. Një vëmendje të veçantë i kushtohet fshatit të Qeparos, plazhit të Borshit, të njohura për qetësinë, ujërat e kristalta apo dhe lundrimin me kajak, jo pak i preferuar për turistët. Një tjetër destinacion që sugjeron media britanike për ndjekësit e saj është dhe Gjirokastra, qytetin e gurt të cilin e krahason dhe me Mostarin në Bosnjë-Hercegovinë. Qyteti është shumë i populluar, shkruhet në artikull, por çmimet janë të arsyeshme.
po ashtu edhe Pogradeci sugjerohet me në krye liçenin e Ohrit, i mbrojtur edhe nga UNESCO. Në fund, The Times e mbyll artikullin e saj me një ftesë për britanikët, që kushdo që kërkon pushime autentike me aventura në natyrë dhe trashëgimi kulturore, Shqipëria është vendi ideal dhe pritshmërit janë të larta për këtë sezon turistik. Të dhënat zyrtare flasin për 820.000 turistë të huaj, të cilët vizituan vendin ton vetëm gjatë muajit prill, ndërsa tur operatorët janë optimist që Shqipërinë këtë vit pritet ta vizitojë rreth 14 milion shtetas të huaj. Makinat elektrike po preferohen gjithnjë më shumë nga shqiptarët, vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2025, rreth 1.000 automjete elektrike janë regjistruar në vendin tonë. Në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, qeveria ka ofruar lehtësira fiskale për të nxitur qytetarët drejt blerjes së tyre, duke përfshirë përjashtimin nga TVSH-ja, nga taksat vjetore dhe nga taksa e regjistrimit. Shqiptarët po i përdorin më shumë makinat elektrike. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, vetëm 3 muajt e parë të vitit 2025 u regjistruan 980 mjete të tilla, duke shënuar një rritje me 55% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Teksa ndodhja e ajrit po kthehet një shqetësim kryesor për shëndetin publik në Shqipëri, njëjtë në vendet e zhvilluara, shtimi i flotës së makinave elektrike po shihet si një zgjidhje për mbrojtjen e mjedisit. Një makinë me djegje të brendshme shkarkon mesatarisht 106.4 gram dioksid karboni për kilometër, ndërsa ajo elektrike lëshon vetëm 53.9 gram dioksid karboni për kilometër. Ndotja e ajrit në vendin tonë kryesisht ndikohet nga makinat. Pjesa më e madhe e ndotësve vijnë nga shkarkimet e mjeteve, kështu që çdo zhvillim lidhur me rritjen e flotës së makinave elektrike pritet që të çojnë në një përmirësim të dukshëm, ndoshta të kësaj ndotjeje kimike të ajrit në vendin tonë. Në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, qeveria shqiptare ka ofruar lehtësira fiskale për të nxitur qytetarët drejt blerjes së makinave elektrike, duke përfshirë përjashtimin e tyre nga TVSH, nga taksat e regjistrimit dhe taksat vjetore, si dhe subvencione për ndërtimin e infrastrukturës të karikimit. Sikundërse në vende të tjera, interesi është, jo vetëm interesi, por objektivi është për të ulur numrin e makinave që përdorin karburante fosile, si naftën apo benzinën, dhe shtimin e numrit të makinave elektrike. Disa nga vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht e Europës veriore, kanë vendosur vite të përcaktuara si vitin 2030 apo 2035 për të nxjerrë nga qarkullimi të gjithë flotën e tyre të makinave me karburante fosile. Sipas ekspertëve të mjedisit, qytetarët shqiptar janë orientuar drejt makinave elektrike, kryesisht për të ulur kostot e karburantit. Megjithatë, vitet e fundit nuk ka munguar edhe ndërgjegjësimi për problematikat e ndotjes. Kush jeton në qytete si Tirana e ndjen cilësinë e përkeqësuar të ajrit, sidomos në stinë të tilla si Vera për shembull, ku nxehtësia e shoqëruar me një ajër të ndotur e bën më të papërballueshëm qytetin. Shtimi makinave elektrike sjell ndikime pozitive jo vetëm në mbrojtjen e mjedisit. Edhe ndotja akustike është një element, më pak i vlerësuar ndërkohë se sa ndotja kimike, përgjithsisht ka pasur diskutime më të forta lidhur me cilësinë e ajrit se sa me zhurmat, por është e vërtetë që rritja e flotës së makinave elektrike sjell edhe përmirësim të ndotjes nga zhurmat në qytet. Në Shqipëri qarkullojnë mbi 7.000 automjete hibride dhe elektrike. Rritja e numrit ka ndikuar edhe në përmirësimin e infrastrukturës, duke sjellë shtimin e pikave të karikimit. Megjithatë, pengesë për qytetarët për blerjen e këtyre automjeteve mbetet ende çmimi i lartë i tyre. Një 45 vjeçare nga Elbasani përballet çdo ditë me varfërinë dhe sëmundje. 3 prej anëtarëve të familjes së saj vuajnë nga disa sëmundje, pavarësisht sfidave të shumta dhe fatit që nuk i ka buzëqeshur. Ajo ja ka dalë rris fëmijët e saj, duke shpresuar që një ditë t'i shpërblehet i gjithë mundi. Jeta për familjen e dallëndyshe Hakushit nga Elbasani nuk është as pak e thjeshtë. 45 vjeçaria prej më shumë se një dekade jetën e ndan me spitaleve, krahas problemeve të shumta ekonomike, edhe ata shëndetësore ja kanë vështirësuar së tepër me jetesën. Familja Hakushi përbëhet nga 6 anëtar dhe 3 prej tyre me sëmundje të rënda. Tu kam 13 vjet, jo sot, po me çunin se kam sëmundjen e gjakut, edhe jo 13, po unë kam 40 vjet, se kam dhe vllajin me këtë lloj sëmundje. Familjen time kam gjeh goca 25 me epilepsi,
Po gjithashtu kam zakonatin, po me mu 53 vjeç, që i majon gjithë në dorë të mija që të bëjmë. Dallëndyshja me djalin e saj Mikelin paraqiten çdo 2 javë në shërbimin e hemofilisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza për të marrë mjekim, ndërsa kthehet vite pas në kohë kur mësoi diagnozën e djalit. I hen 2 javë çdo të mërkur këtu jemi. Unë pa të herë për para ma jem e mu i shtru këtu, para 7-8 vitesh, se më loge dhe hematomë në bark, 2 muaj nejti remacion. Edhe sot kemi jo këtë herë në parë, zbres për shkallët hot. Do të ndyshe ty të jovë, po Mikeli, ky është, po, e ka kap qunin, e ka pokse qunin, ka qenë 2 vjeç e gjys, 3 vjeç, 2 vjeç e gjys ka qenë. Ka qenë i vogël ku ka qenë remacion. A në tha, ka i zot me të vërtet, sa kot nuk thujnë ti që ka i zot, sa. E ka kap e ka pos, nuk na merr të menja, jo ty se na ka pas një. Përveç sëmundjes së rëndë me të cilën jeton çdo ditë, Mikaeli ka pësuar edhe një dëmtim në këmbë që e pengon të ecë. Ty u rëzu, në fjalë u pengu aty, aq, deshe, 2-3 vjet kam me këtë kamën. Po turku mi vu këtë spitali Firit, memoriali mi vu këtë Patericat, edhe bëjmë kontroli herë në 3 muajt. I ka vu fizioterapin 3 herë në ditët, kur 8-9 vjetër, kur të bat 19 vjetër mrapa, dhe i bëjnë në hyrjen. Pavarësisht sfidave të shumta shëndetësore dhe fatit që nuk i ka buzëqeshur, Mikaeli është një iri me shumë ëndra dhe vizion për të ardhmen. Ëndra e tij është të bëhet mjek dhe t'ju shërbejë të vegjëlve. Problemet me shëndetin kanë ndikuar në zhvillimin e një 6 vjeçari nga Elbasani. Mamaja e tij tregon se spitali është kthyer në një shtëpi. Pavarësisht të sfidave, ajo është optimiste për të ardhmen, ndërsa nënat i konsideron heroina. Sfidat e prindërimit për Irena Lapushin nga Elbasani kanë nisur që në javën e 28 të shtatzanies. Për shkak të tensionit të lartë, Irena lindi para kohe ku u bënon për herë të dytë me Alteon. Kam qenë me tension të lartë, me albumi, të unë e dija se do lindja dhe do shkoja në shtëpi. Alteo sot është 6 vjeç, ndërsa sfidat me shëndetin janë të shumta, nga vonesat në zhvillim tek problemet me dëgjimin. Probleme që ja kthyen spitalin në shtëpi të parë voglushit. Në zhvillim edhe vonesë këtu të dëgjimi që është me aparat. Ka lindur prematur, kemi ndëjtur 2 muaj në spital, pastaj pas 2 muajve kemi vajtur 1 javë në shtëpi, 1 muaj në spital, derisa është bërë 3 vjeç. Pastaj e kuptuam se ka humbur dëgjimin, kemi bërë operacion 5 orë edhe tani më ndryshe me dëgjimin. Për një prind të shikojë fëmijën e pritur me padurim të shtruar në shërbimin e reanimacionit të neonatologjisë është shumë e vështirë. Një ndjesi që e përshkruan me lot në sy nëna 44 vjeçare. Unë vetëm lot në për spitale. Ishte shumë e vështirë kur unë e shikoja me tuba, të hundët, merte ushqeshe me tuba, merte frim me tuba, se kishte probleme të mushkrit, të zemra, ka pas probleme. Ka lindur me brim zemër. Irena në gjendje e djalit e shoqëron çdo moment të jetës. Dje isha që kishin festën e 1 qershorit, edhe shumë prekse ishte kur djali rrinte i veçantë, kishte ndonjë dridhje, ishte shumë prekse kur fëmijët e tjerë flisnin, ky nuk fliste, vetëm e shikonte në sy. E buzëqeshur dhe optimiste, Irena përcjell këtë mesazh për të gjitha nënat. Të gjithë nënët duhet bëhen të forta, janë heroina, duhet bëhen të forta për fëmijët e tyre. Dhe me këtë zhvillim të minutës së fundit ne përfundojmë News Hour për ditën e sotme. Zhvillimet e fundit përditësuara minutë pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Ju mund të ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.